Në Iran njëherë fillon, njëherë ndalon, siç e ka Trumpi, sepse ai duhet merret me shumë punë, është deri nga futbolli me kartona të kuq edhe tek bomba, po me Rusin çfarë po ndodh andej, se edhe Putini duket sikur është kundër shumë. Do thënë edhe këtë, sa jemi të Irani, do thënë edhe këtë, kjo marrëveshja për tu marrëvesh, ky memorandumi si ai ka përfundu, se nuk merresh vesh me lumin ashtu ju drejtua ofesisë iraniane. Kjo kështu do të cilët mendoj lejtenisit deri 1-2 javë, 3 javë para zgjedhjeve për kongres. Pas zgjedhjeve në kongres, nëse iranianët nuk pajtohen, nuk i japin diçka Trumpit të cilin ai mund ta përdor si fitore në këto zgjedhje, ata e din se Trumpi do t'ju hakmarrat. Tashmë gjithë ata që e kanë njoft Trumpin edhe para se mu bë president, pra si biznismen, e shpjegojnë si një njeri që nuk harron, një njeri që hakmarrat. Duke pas parasysh diasporën iraniane që është shumë e madhe në SBA, është edhe këtu në Britani, por në SBA është edhe më e madhe, bile Los Angelesin e quajnë Los Tehranos, me cinizëm se ka shumë iranian në Los Angeles, natyrisht i kanë emra ta përdorin atë, siç e kanë përdor kriptokatolikët në Kosovë, përdorin emrat i kanë Steven, zyrtarisht kështu, Luke, James, John, por në shtëpi kanë ata emrat iranian, domethënë Ali, Hasan, Hussein, Mehdi, Fatime. Prandaj atë që desha të them është se iranianët e din këtë gjë dhe edhe një muj, 2, unë pres kështu të vazhdoj në këto negociata, nëse mund t'i quajmë, dhe pastaj unë jam i bindur që Irani do t'ja plotësoj kushtet Trumpit, ose do të ketë një luftë edhe më të ashtër. Ndërkohë Putini duket sikur është lëkundur shumë. Po, ajo që sidomos për Ballkanin, sidomos për Kosovën, për Bosnjën, në Malin e Zi, që është shumë e rëndësishme, është dorëzimi i Putinit. Po, që keni theksuar gjithmonë bisedat tona, që kjo është më e rëndësishme që ndikon tek ne. Tek ne, pra. Sepse gjithmonë hegemonizmi serb aktual mbrojtjen e ka, përkrahjen e ka dhe e përdorin si argument Rusin edhe për konsum të brendshëm. Bile Shesheli ka vite që apelon që Serbia të bëhet pjesë e Federatës Ruse. Edhe se Shesheli ka influencë në botën serbe. Ka shumë influencë sepse Vučić është produkti i tij, është nxënësi i tij. Ka shumë influencë në Vučićin, ka në Vulinin, ka domethënë në këto parti të cilat kanë impakt në shoqërinë serbe. Për mendimin tim, Shesheli dhe Vulini dhe si të tillët është ajo Serbia reale. Vučići ata të tjerët që janë pak më diplomat, kjo është ajo Serbia mediale që bëhen si më të moderuar. Gjërsa Serbia si të them, evropiane është është minimale atë, është minore. Kur them minore, shumë minore, sepse
paraqitja apo influenca e tyre në shoqëri është e kufizuar për shkak të nuk i kanë mekanizmat, pra monopoli në mekanizmat influencues janë në disponim të Vučićit dhe aleatëve të tij. Prandaj është shumë e rëndësishme që Putini të dorëzohet, dhe ai do të dorëzohet sepse ekonominë tashmë edhe pse ekonomia e tij duhet shikuar me silogjizëm, sepse statistikat të cilat i japin zyrtarisht nuk korrespondojnë me mundësitë një shtetit i cili është mbi 4 vite në luftë, në embargo, ta ketë një inflacion çfarë ata e paraqesin publikisht apo zyrtarisht nuk qëndron. Fuqia blerëse çfarë ata paraqesin nuk qëndron. Por duhet përdor silogjizmin, pra duhet përdor teoritë ekonomike dhe shpenzimet të cilat mund apo dalin që i ka pra lufta, e gjithë pra këto konsekwencat që i jep lufta për ta dhënë një pasqyrë të përafërt. Dhe ajo pasqyrë është shumë e zbeth për Rusinë. Unë si shqiptar, po t'isha si shqiptar kosovar, po t'isha jo njeri, do t'i dëshiroja Rusisë edhe 2 vjet me luftu Putinin, sepse pas 2 vite apo 3 vite po ata zgjas sa më shumë, sepse sa më shumë që ata zgjas ai do të fundoset edhe më shumë. Pra kjo po të mos isha njeri, ke parasysh se aty ke edhe anën e Ukrainës që vdesin njerëz, po edhe rusët vdesin. Me Rusinë nuk kemi shqiptarët asgjë personale. Rusia është efektansor. Rusia është armiku i armikut ton, prandaj kemi armik. Por sido që të jetë, Putini është gati kolapsit, sigurisht se do ta likvidojnë mbase bashkëpunëtorët e tij, sepse mënyrë tjetër të largimit nuk ka. Pra do t'jetë siç kanë bërë me Nikolasin e dytë, Romanovin, siç kanë bërë me Aleksandrin e dytë, çliruesin, siç kanë bërë me gjithë të tjerë, sfundi edhe me Berion, pasi që vdiq Stalini dhe të tjerë vran Berion sepse ai realisht do duhej ta shikojmë. Që e pret një fund i hidhur, Po kjo është kultura ruse. Ke parasysh, Putini i vrau të gjithë ata të cilët i krijoi oligarkët. Me përjashtim të Berezovskit, i cili Berezovski e krijoi Putinin, ato e vrajti Nenistovin, e vrajti Prigozhinin, Litvenkon, domethënë gjithë ata të cilët bashkëpunoi për një arsye apo tjetër. Pra kjo kultura e likvidimit është pjesë e paradigmës ruse. Kushdo që e ka humbur fuqinë, atje është likvidu. Ndërkohë që e nisëm Tiranë, por do ta mbyllim në Prishtinë pas përqakjes që i bëm Globit, aty kemi pas tani duke folur me këtë analizë ju bët për këto gjithë zhvillime globale që vendosin fatet e botës, na duket shumë pak ajo që po ndodh në Prishtinë, takimet, Kurti, Hamza, Abdibliku. Me qenë shqiptar të vetëdijshëm, sa të papërfillshëm jemi në këtë glob, shumë më mirë do të kishim punë. Por siç po shihet ky kompleksi Skënderbeut, po e bën vetën. Shqipëria a keni ngel 2 miliona më pak, sa i ka Shqipëria tashti, realisht. Faktikisht me letra po
Që de facto Realisht. de facto nuk besoj që janë dy. Më pak. Në Kosovë, nëse kanë ngel 1.5 milion, do t'ishte mirë, ke parasysh. Pra, dy qytete evropiane, dhe jo nga këto qytetet e mëdha, por qytete dvogla, ke parasysh. Birminghami u shpesh mi ka diku 2 milion në Britani dhe se di sa vetë. Pra mund na qeveritë një krye bashkiake të dy Shqipëri-Kosovë. Ashtu. Pra për ta lënë përgjegjën e kremit e Kosovë. Po siç po shihet, alternativa për të shkuar në zgjedhje dominon akoma. Sepse koalicioni me PDK-n siç po shihet nuk do ndodh. Për shumë arsye. Dhe ai koalicion do të ishte koalicioni më i sigurt për ta gjetë zgjidhjen e presidentit. Ke parasysh. Me ka ngel me LDK-ja ballafaqohet me probleme të më të keq se të gjithë po duan ta shqyen, edhe brenda partisë, edhe kur ti të përfiton. Unë mendoj se LDK-ja një zgjidhje ka dhe zgjidhja e LDK-s është të shkohet në zgjedhjet e brendshme. Thirret kuvendi i jashtëzakonshëm, e mirës do të ishte që të dalin 2-3 kandidat dhe të garojnë cili do që të fitoj përkrahjen e veprimtarëve të LDK-s, ai ta marrë udhëheqjen. Kjo është zgjidhja më e mirë, më optimale e LDK-s. Dhe për shkak se edhe zoti Avdigjiku nuk është zgjedh në këtë mënyrë, këto pasoja. Pra, lideri i arshëm i cili do ta fitonte përkrahjen e kushdo qoftë ai, unë nuk jam pjesë e LDK-s, kushdo qoftë ai, po flas nga perspektiva e interesit të skenës politike të Kosovës, kushdo qoftë ai edhe nëse në zgjedhjet e radhës do të fitojë 15%, 12%, është i zgjedhur, legjitim, ke parasysh. Prandaj po them që e vetmja zgjidhje optimale apo më e mira e LDK-s është shkohet në të zgjidhjen e problemet e tyre të brendshme. Se edhe ashtu nuk mund ta bëjmë quorumin e të dhe deputetëve të cilët janë të domosdoshme për të qenë pranishëm në seancën për zgjedhjen e presidentit. Prandaj zgjedhjet e jashtëzakonshme të radhës janë më shumë ka shansa se sa të gjendet një zgjidhje e cila do të na çonte deri te zgjidhja e problemit të presidentit. Nuk na duhen edhe një farë zgjedhje natyrisht, po ja që po duhet edhe neve ta kalojmë pubertetin, them, si shumë kohë tjera. Ndoshta koha do na tregoj, por arti marrëveshjes politike duket se prap do na çojë drejt kujtive votimit, jo drejt tryezës rrumbullakët për tu marrë vesh, për fat keq. Po unë prandaj e thash, do ta kalojmë këtë adoleshencën, nuk kemi marrë mësim nga të tjerët, po duhet vetë të bëjmë gabimet e njëjta për ta marrë leksionin e duhur. Zoti Tali, faleminderit shumë për këtë bisedë, edhe këtë javë që po e mbyllim, sikur e tha dhe ju pak më lart, pa shpresë për vazhdimin, pra jemi në udhkryq, shohim çfarë do bëhet, por Tirana duhet pranu që Tirana qëndron më mirë, sepse është zgju gjenerata Z e cila paramendohej se është në gjumë nuk I intereson politika dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jo vetëm se për Tiranën, edhe për Prishtinën, sepse rushi piqet duke e pa rushin, ke parasysh. Shpresoj, mund të falenderoj shumë për bisedën dhe të uroj një fundjavë të këndshme, të qetë dhe sidomos të freskët me këto temperatura ekstreme.
Gjithashtu, faleminderit edhe juve.